Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje paraprake për të eliminuar plotësisht karburantet fosile ruse, duke shënuar një hap historik drejt pavarësisë energjetike të kontinentit nga Rusia. Sipas Komisionit Evropian, importet e gazit të Rus janë ulur nga 45 në 13%, ato të qymyrit nga 51% në 0 dhe të naftës së papërpunuar nga 26 në 2%. Me unitet dhe vendosmëri, duke u bazuar në punën e jashtëzakonshme të 3 viteve të fundit dhe në planin Repower EU, ka përcyer krizën më të keqe energjetike në dekadat e fundit, deklaroi presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke theksuar suksesin e investimeve në energji të rinovueshme dhe bërthamore. Sipas saj, gjysma e energjisë elektrike në Bashkimin Evropian sot vjen nga burimet e gjelbra. Kreu i Komisionit theksoi se reduktimi i importeve ruse ka ulur ndjeshëm të ardhurat që Moska përdor për luftën ndaj Ukrainës nga 12 miliardë euro në muaj në fillim të konfliktit në 1.5 miliardë euro aktualisht, me synimin për ta ulur deri në 0. Europa gjithashtu ka vazhduar mbështetjen ndaj Kievit duke dërguar mbi 16.000 generator dhe transformator dhe eksportuar më shumë se 2 gigawatt energji elektrike për të stabilizuar rrjetin energjetik Ukrainas. Ky është fillimi i një epoke të re për Europën dhe për pavarësinë tonë nga lëndët djegëse fosile ruse. Gjithashtu do të vazhdojmë të mbështesim nevojat e menjëhershme dhe të ndihmojmë në ndërtimin e një sistemi energjetik Ukrainas më të qëndrueshëm për periudhën afatgjatë, u shpreh von der Leyen.